Një incident i posaçëruar gjatë një proteste në Beograd ka ngritur dyshime për përdorimin e armëve akustike kundër demonstruesve. Ivana Ilić Sunderić dhe qindra të tjerë përshkruan një zhurmë të frikshme dhe të papërballueshme më 15 mars, që shkaktoi panik mes turmës. Sipas dëshmitarëve, tingulli misterios zgjati vetëm disa sekonda, por krijoi ndjenjën e një sulmi të padukshëm. Akuzat për përdorimin e armëve akustike janë drejtuar kundër policisë dhe shërbimeve të sigurisë serbe, të cilat dyshohet se përdoren pajisjen e ndaluar LRAD për të shpërndarë protestuesit. Kjo teknologji e njohur për efektet e saj të orientuese dhe dëmtimet e mundshme të dëgjimit, është përdorur më parë në operacione ushtarake dhe kundër emigrantëve. Incidenti ndodhi në një periudhë trazirash të vazhdueshme në Serbi, me protesta masive kundër qeverisë të presidentit Aleksandar Vučić, të nxitura nga një aksident tragjik në Novi Sad, që shkaktoi 16 viktima. Autoritetet fillimisht mohuan posedimin e një arme të tillë, por më pas pranuan se e dispononin duke këmbulur se nuk ishte përdorur kundër demonstruesve. Ndërkohë presioni ndaj qeverisë për një hetim të pavarur është arritur, pasi përdorimi i armëve zanore ndaj civilëve konsiderohet i diskutueshëm dhe i palishëm në shumë vende. Ndërsa Vučić i ka cilësuar akuzat si trillime, protesta mbetet një sfidë e madhe për qeverinë e tij, e cila përballet me zemërimin në rritje të qytetarëve.